Përballë përkeqësimit të raporteve mes Washingtonit dhe kryeqyteteve europiane, Italia ka shprehur gatishmëri për të ndërhyrë si ndërmjetëse, duke synuar uljen e tensioneve dhe rikthimin e dialogut mes palëve. Autoritetet italiane vlerësojnë se pozicioni i Romës dhe raportet e balancuara në të dyja anët e Atlantikut i japin vendit një rol të veçantë në këtë situatë delikate. Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani deklaroi se Italia ka kapacitet dhe përvojën e nevojshme për të ndihmuar në tejkalimin e mosmarrëveshjeve. Sipas tij, vendi është i të flasë me Shtetet e Bashkuara ashtu dhe me partnerët evropian, duke ofruar një qasje konstruktive për zgjedhjen e krizës. Tajani theksoi se kryeministria Giorgia Meloni është në kontakt të vazhdueshëm me të dyja palët dhe se nuk ka asnjë interes për përplasjen tregtare apo politike. Në të njëjtën linjë, Meloni ka shprehur rezervat e saj ndaj tarifave doganore të shpallura nga presidenti amerikan Donald Trump, duke i cilësuar ato si një vendim të gabuar. Ajo bëri të ditur se ja ka përcjell drejt për drejt mendimin e saj Trumpit, ndërsa një ka kërkuar të ulëtonet mes SBA-s dhe Europës. Sipas saj, një pjesë e tensioneve lidhet me keqkuptime dhe mungesën e komunikimit të qartë mes dy anëve. Tensionet u rritën pas paralajmërimeve të Trumpit për vendosjen e tarifave ndaj disa vendeve europiane, të cilat kundërshtuan idenë e aneksimit të Grenlandës nga SBA-ja. Situata u ndërlikua më tej pasi disa shtete europiane dërguan trupa në Grenland në kuadër të një stërvitjeje të planifikuar, e cila u perceptua negativisht nga Washingtoni. Një mundësi për zhbllokimin e dialogut pritet të afrohet gjatë forumit ekonomik botror në Davos, ku do të jenë të pranishëm disa prej aktorëve kryesor të krizës. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të marrë pjesë në këtë forum, ashtu si edhe kancelari gjerman Merz, ndërkohë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka konfirmuar se do të takohet me Trumpin në Davos, duke theksuar se përpjekjet për dialog do të vazhdojnë. Italia, si një antare themeluese e NATO-s, nuk mori pjesë në misionin e zbulimit të Grenlandës, të udhëhequr nga Danimarka. Në këtë mision u angazhuan disa vende të tjera europiane, përfshirë Gjermania, Franca, Britania e Madhe dhe vendet nordike. Roma synon të mbajë një rol të ekuilibruar, duke e pozicionuar si ur komunikimi mes SBA-s dhe Europës në një moment kritik për marrëdhëniet transatlantike.